Afrimiteti mes DJ Gimbos dhe Selin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri po vazhdon të tërheqë vëmendje jo vetëm nga publiku, por edhe nga familjarët e tyre jashtë shtëpisë. Pas reagimit të motrës së Gimbos ndaj një pyetje nga një faqe fancash, ku ajo shpreh me humor për mundësinë që Selin të shkojë në Kosovë, ka ardhur dhe një reagim tjetër që ka bërë xhirën e rrjetit. Këtë herë në diskutim është përfshirë vëllai i banores, Ono, i cili ka vendosur të përgjigjet situatës me sportivitet dhe humor. Në komentet e profilit të Selin në Instagram, ai reagoi ndaj faqes që nisi gjithë këtë debat duke thënë me shaka se sipas tij, për këtë gjëra nuk pyetet nëna. Reagimi i tij u prit me të qeshura nga ndjekësit dhe nxiti edhe një përgjigje nga administratori i faqes, i cili tha se po ta dinte se komenti do të merrte kaq shumë vëmendje, do ta kishte formuluar ndryshe pyetjen, duke përfshirë edhe baban dhe vota në vendim. Këto shkëmbime tregojnë se familjarët e të dyve po e ndjekin me interes dhe humor dinamikën mes tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ndërsa Gimbo dhe Selin po vazhdojnë efërmitetin brenda shtëpisë pa dieni për reagimet jashtë. Publiku po argëtohet me batutat dhe reagimet e familjarëve, por mbetet për të parë se si do të evoluojë marrëdhënia e tyre në vazhdim, ndërsa jashtë duket se atmosfera tashmë është zbutur. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.